Bilanci i vizitorëve në Kalan e Rozafrës për vitin e kaluar sipas Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Historike Shkodër rezulton me numrin më të madh të arritur deri më sot, plot 178.492 vizitor. Kjo shifër përbën një rekord, thot drejtori i kësaj drejtorie Helidon Sokoli. Viti 2025 vazhdoi me trendin në rritës, duke sjellë një numër të lartë vizitorësh në Kalan e Shkodrës të pa arritur deri më sot. Pra, i gjithë viti 2025 u mbyll me 178.492 vizitor. Një rritje rreth 15% në krahasim me 2024. Duke bërë edhe një ndër sitet arkeologjike dhe të trashëgimisë kulturore më të vizituarit jo vetëm në rajonin e Shkodrës, që është më i vizituari, por edhe në rang vendi, një ndër 4 sitet më të vizituara në Shqipëri. Shihet që trendi tjetë rritës pra dhe gjatë muajit janar në krahasim me vitin e kaluar. Aktualisht deri tani jemi në shifrat e 1538 vizitorëve për janarin, që ka një rritje në krahasim edhe me janarin e një viti të kaluar. Sokoli thekson se qendra historike e Shkodrës, rrugë muzeale, Gjuadolit, katedralja dhe objekte të tjera janë zgjeruar në aspektin e turizmit kulturor dhe restaurimin e xhamisë së Plumbit dhe disa monumente të tjera me rëndësi. Shkodra ka një veçori në krahasim me gjithë qytetet e tjera. Qendra historike e Shkodrës, për vetë periudhën kur u ndërtu dhe në lidhje me tipologjinë e saj, që i dedikohet edhe planit ndërtimor të Hidromenos, ka një veçori nga gjithë qytetet e tjera që nuk e shohim pra. Nëse në Gjirokasë apo Berat i ka një tipologji tjetër të banesës dhe të qendrave historike, kryesisht të orientuar kryesisht të periudhës osmane, qendra historike e Shkodrës ka një tipologji krejt tjetër të periudhës së rilindjes europiane. Është xhamia e Plumit tashmë restauruar, duke qenë në afërsi me Kalanin e Shkodrës, ajo është lehtësisht e aksesueshme nga turistët, nëse ato janë përpara se të drejtohen Kalas, por edhe në zbritje nga Kalaja, duke qenë afër me të. Po ashtu edhe ura mesit, ka një numër të lartë vizitorësh. Kjo shihet edhe jetojmë në kohën e rrjeteve sociale dhe këtë shohim nga një numër i lartë pustimesh që bëjnë vizitorë të ndryshëm për vizitat e tyre në Kalan, në urën e mesit apo tek xhamia e Plumit. Tashmë me këto potenciale zhvillimi i turizmit gjithëvjetor në Shkodër nuk vihet më në dyshim. Shkodra i ka të gjitha premisat dhe i ka të gjitha kushtet që të ketë një vit të plotë, pra një sezon turistik gjithëvjetor. Mund të ketë pikun e saj gjatë periudhës pranverë verës, por gjithë viti janë kushtet që Shkodra të ofrojë këtë lloj turizmi, sepse ka pasurinë kulturore, ka pasurinë historike, ka një rrjet të pasur muzesh, kështu që i ka të gjitha kushtet që të ketë numër të lartë vizitorësh nga janari deri në dhjetor. Sipas vlerësimit të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Historike Shkodër, zhvillimi i turizmit kulturor në këtë qytet do të fuqizohet dhe nga kontributi i qytetarëve në përshtatjen e shtëpive të arkitekturës tradicionale shkodrane për akomodimin e një numri më të madh turistësh.